armët bërthamore vinë në një nivel tjetër. Ato çfarë Shtetet e Bashkuara të Amerikës po përpiqen të bëjnë është po mundohen të distancohen ose të krijojnë një hendek midis Rusisë dhe Kinës. Çësia që ka presidenti Trump dhe administrata amerikane në negociatat me Rusinë dhe me Ukrainën duhet shikohen në këtë kundërshtrim. Nuk është se Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë edhe në këtë administratë janë kundër Ukrainës edhe pro. Pra është quajtura Kissinger in reverse. Pra është Kissinger në reverse. Nëse shikon me vëmendje se çfarë kanë bërë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është diçka që shkon në të kundërt me retorikën ose me kritika që ne jemi parë. Lufta në Ukrainë ka vazhduar, mbështetja ndaj Ukrainës është rritur, sidomos me rritjen e kapaciteteve të goditjeve brenda territorit, raketat me rrezë gjatë brenda territorit rus, po ndërkohë që Rusia është mbajtur e lidhur me Ukrainën, Rusisë janë prerë krahët në anët tjera. Kemi parë me Venezuelën, do ta shohim me Kubën, kemi parë me Iranin, me Sirinë, janë gjitha shtete satelitë të Rusisë. Kemi parë në Azinë qendrore, marrëveshje. Peka dakord, po kam një pyetje drejt për drejt. Kemi burimet e inteligjencës publike që janë bërë publike, të inteligjencës britanike, inteligjencës gjermane, po përmend vetëm 2 prej tyre, po dhe franceze mos gaboj, të cilët kanë thënë që Rusia është gati për një luftë ndaj një vendi antar të NATO-s brenda vitit 2027-2028, disa tonë deri në vitin 2030. Keni një koment lidhje me këtë? Jo nga amerikanët, këtë kemi vetëm nga europianët. Nëse i referohemi luftës hibride si luftë, Rusia është në luftë hibride. Jo, po flasim për luftë konvencionale, flasim për lajmërime për Jo, nuk mund të ndodhë. Kjo vjen si arsye. E para është njëherë para përgatitje. Do shtri duhet të jenë. Sharakisht vendet duhet të jenë para përgatitura. Dhe e dyta është që duke qenë se buxheti i mbrojtjes, sipas marrëveshjes së Hagës të vitit të shkuar, që do të jetë 3.5 plus 1.5%, 5%. Vendet anëtare deri para pak kohësh e kanë patur poshtë nivelit 2. Madje ka edhe vende që janë poshtë nivelit 2%. Kanë qenë diku ke 1.6, 1.7, tek 1.8 ka qenë mesatarja. Dhe të marrësh të ngresh buxhetin e mbrojtjes nga 1.8 në 5% është shumë. Dhe në 2035. Dhe në 2035, por këto para do të merren diku. Dhe do merren nga programet sociale. Kështu që edhe opinioni publik do të përgatitet. Po dhe Rusia ka rritur, ka 35% të GDP-s, si asnjë vend tjetër në Rusia ka rritur, por Rusia ka buxhet lufte. 150 miliardë. Rusia ka buxhet lufte. Rusia është në luftë. Vendet europiane dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë luftë, po janë luftë proxy. Në kuptimin që luftën e bën Ukraina, kostot i ka Ukraina, mbështetja që ka Ukraina është e madhe, por nuk është e mjaftueshme. Ajo mbështetje nuk ka qenë që në ditën e parë. Ne dim fillimisht pas sulmit rus, mbështetja ka qenë qesharake, fyse. Besoj kujtohet kur Gjermania ofroi 5.000 helmeta ndihmë të Ukrainës në fillim të luftës parë, ndërkohë që tani jemi tek raketat Patriot. Ka ndryshuar dinamika. Qasja ndaj Rusisë është qasje që ka këndvështrime të ndryshme. Ka një qasje që është agresive, që kërkon mundjen totale të Rusisë. Ka një qasje tjetër që kërkon dobësimin e saj deri në atë pikë që sa të mos përbëj kërcënim dobësimi i saj. Rusia ka një kërcënimi më i madh rus, besoj, nuk vjen nga fuqia e saj. Vjen nga pafuqia e saj. Shtetet ose në këndvështrim Rusia është më i fuqishëm nga që mendojnë disa dhe më i pafuqishëm nga Obama ka quajtur fuqi rajonale dikur, jo fuqi globale. Ishte këto gricjet është më shumë se sa fuqi rajonale, por nuk është fuqi globale. Dhe vjen fuqia e saj vjen për shkak të gjeografisë, për shkak të shtrirjes së saj në 2 kontinente, për shkak të aksesit saj që ka në polin e veriut, aksesin e saj që ka në detrat e ngrohta, dhe për shkak të armëve konvencionale, kryesisht raketat dhe armët bërthamore.